Policia e Elbasanit ka zhvilluar një operacion antidrog ku godit një grup i strukturuar kriminal. 3 persona përfunduar në pranga, ndërsa në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 45 kg kanabis dhe armë luftarake. Gjatë operacionit, u plagos lehtë aksidentalisht një punonjës policie. Operacioni u zhvillua në orët e vona të natës të martës duke çuar në goditje në një grup i kriminal të strukturuar që vepronte në fushën e trafikimit të lëndëve narkotike. Aksioni është realizuar nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër dhe është koordinuar nga Prokuroria e Elbasanit. Si rezultati i ndërhyrjes 3 persona janë arrestuar në flagrancë, ndërsa në automjetin me të cilin ata lëviznin janë sekuestruar të paktën 45 kg kanabis sativa, një armë luftarake, municion, një sasi e konsiderueshme parash, si dhe disa telefonat celulare, karta SIM shqiptare të huaja. Sipas burimeve policore, operacioni është shoqëruar me ndjekjen e automjetit që dyshohej se transportonte lëndë narkotike. Në hyrje të qytetit të Elbasanit, drejtuesi i mjetit ka kuptuar që po ndiqej nga policia dhe ka tentuar të largohet me shpejtësi duke u futur në një rrugicë të pandryshuar në lagje periferike. Pas një reagimi të shpejtë dhe koordinimi me strukturave të angazhuara, policia ka rrethuar zonën dhe ka bërë të mundur neutralizimin e automjetit, duke vënë në pranga 3 persona që ndodheshin brenda tij. Gjatë operacionit, një punonjës policie ka mbetur i plagosur aksidentalisht si pasojë e thyerjes si një xhami, por pa rrezik për jetën. Hetimet vijojnë intensivisht pasi dyshohet se grupi kriminal ka shtrirë aktivitetin e tij prej kohësh në të paktën 3 qarqe të vendit. Strukturat hetimore po punojnë për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të trafikimit të drogës.